Shkolla Emin Duraku në kryeqytet është një nga 10 të tilla në Tiranë, Kamës dhe Durrës, ku ka nisur programi pilot i shkollës verore. Me vënien në zbatim, Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu vizitoi nga afër ambientet e kësaj shkolle, ndërsa tha se nga ky program përfitojnë nxënës nga klasa e parë deri në të 5-ën. Shkolla verore do të zhvillohet çdo ditë nga ora 8 deri në orën 13 për një periudhë 2 javore në secilën shkollë. Gjatë kësaj kohe, fëmijët do të marrin pjesë në një sër aktivitetesh. 10 shkolla, 8 në Tiranë, 1 në Kamës dhe 1 në Durrës, ne do të pilotojmë këtë model të ri të shkollës verore pranë strukturave tona të arsimit parauniversitar. Do të jenë rreth 1000 fëmijë të cilët do të përfitojnë. Pjesë e programit është ofrimi i vakteve ushqimore të shëndetshme për të gjithë nxënësit. Ministra Manastirliu tha se në zbatim në programit janë të angazhuar punonjës psikosocial, oficer sigurie, infermier, por edhe të rinj vullnetar. 100 të rinj nga gjimnazet të Tiranës, të cilët kanë shprehur dëshirën për të ardhur dhe për të asistuar së bashku me mësuesit, dhe gjithashtu do të jenë rreth 150 mësues, por edhe oficerë të sigurisë, punonjë social, psikolog, infermier, që janë angazhuar në këto kampe të verës në shkollat tona. Shkolla verore është pjesë e një plani më të gjerë të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për të nxitur përfshirjen sociale dhe zhvillimin e fëmijëve. Si u duket ideja e shkollës verore, ju pëlqen?